veprimet e UÇK-s dhe veprimet e mia, si gjatë luftës, ashtu dhe pasaj, në çdo rast i dhanë përparësi paqes, dhe kjo është dëshmuar. Zëra të besueshëm e kanë dëshmuar këtë. Ne qëndrojmë sot këtu pa drejtësisht, por historia do ta kuptoj pse vepruam, jo vetëm faktin se jemi të akuzuar. Duhet të flas për realitetin historik që rrethon këtë çështje. Krimet dhe persekutimet nga forcat serbe që e formësuan atë periudhë janë të pandashme nga veprimet që ju kërkohet të gjykoni. Ato nuk janë zhurmë në sfond, janë të shkruara në historinë publike me shkronja shumë të mëdha për të fshirë. Ato mbeten pjesë e realitetit që ju kërkohet të gjykoni. Bashkohem me avokatët e mi duke ju kërkuar, gjykatës të nderuar, ta mbani fort në mendje atë histori, sepse gjykimi pa kontekst rrezikon ta ngatroj pasojën me shkakun. Ju lutem, mos e bani atë gabim. Lufta jonë nuk ishte unike në histori. Çdo kom që ka kërkuar lirin nga një pushtim i palishëm, i ngjajshëm me apartheidin, është përballur me akuza se rezistenca është kriminale. Megjithatë, e drejta ndërkombëtare pohon se popujt që rrezikojnë persekutimet sistematik nuk janë armiq të drejtësisë. Ata po vendosin në pa pikërisht parimet mbi të cilat qëndron drejtësia. Brezi ynë kishte një vizion, jetën në liri, barazin, demokracin, sundimin e ligjit. Ishte ky vizion që udhëhoqi luftën e cila kulmoi me shpalljen e pavarësisë së Kosovës me 17 shkort 2008. Gjykatës të nderuar. Populli ynë kur nuk ka kërkuar shkatrimin e një kombi tjetër, etnie apo feje. Ne luftuam vetëm për jetën, lirinë, demokracinë, barazinë dhe drejtësinë. Jo për të kontrolluar territor, për dominim, për lakmi apo përfitim kriminal. Qëllimi ynë ishte ta kthenim Kosovën te populli i saj, te i gjithë populli i saj, që ata të jetonin me dinjitet, siguri dhe me të drejta të barabarta. Çdo akuzë që thotë të kundërtën është vazhdim i gënjeshtrave të prodhuara nga regjimi kriminal i Serbisë. Për të gjithë vëmendarinë time politike, të nderuar gjyqtar, vërtet jam krenar. Zëri im qëndronte për lirinë. Bëra atë që besova se kërkonte fisnikëria njerëzore. Asnjë dëshmitar nuk ka thënë ndryshe. Ju kërkoj të shikoni provat dhe dëshmit në mënyrë objektive dhe aty do të gjeni të vërtetën. Drejtësia nuk i friksohet shërtimit, ajo varet prej tij. Gjykatës të nderuar, e përsëris me respekt edhe një herë, populli ynë kur nuk planifikoi shkatrim apo torturë. Ne kërkonim jetë në liri dhe pavarësi, asgjë më shumë, asgjë më pak. Sot populli ynë
jeton në liri. Nëse dashuria për lirin gjykohet si krim, atëherë vetë historia do të dënohet. Qëndroj për ajosh. Ashtu si që kam qëndruar gjatë gjithë jetës time, i përgjegjshëm ndaj së vërtetës dhe i pa friksuar prej saj. Ja kushtova jetën time bindje se njerëzit e meritojnë lirin. Nëse kjo bindje gjykohet si krim, atëherë historia vetë do të jep verdiktin e saj shumë kohë pasi kjo gjykat të ketë folur. Ju kërkoj ta gjykoni secilin provë me durim dhe pa paragjykim, dhe nuk do të gjeni një ndërmarrje kriminale, por një histori njerëzore të formsuar nga shpresa dhe domosdoshmëria, nga besimi në fitore dhe në demokraci. Nëse kjo bindje për lirin tonë gjykohet drejt këtu, atëherë drejtësia jo do të më shërbej mua, por do të nderoj parimin që krijoj këtë gjykat. Unë tu po e përfundoj fjalën time duke kërkuar drejtësi e cila shihet qartë. Faleminderit për vëmendjen tuaj.